Mos harro butonin! Arrivederci! Arrivederci! Butonin me shenjën e kuqe e ret! Kisha e laci, dio! Jemi, atëherë, është natë e prente, përshëndetje mi mra. Jemi gati, kemi hyrë në transmetim, bukur! Ashtu, atë qatë quna është bukur jemi. Ta më thënë bukur, ne jemi quna të zjut, gotat e kemi të bukur me thonë drejta. Ashtu është. Kush i shef gotat tona, mashallah. Sa më shumë shohin njerëzit ato, aq më shumë e kuptojnë sa të shëmtuar jemi ne. Që është një gëtë. Ka një ekuivalent tjetër në psikoanalizë, më dhënë. Në psikoanalizë. Bukuria e tyre është ekuivalente me zgjuarsin tonë. Po si jo? I ke partin e ti që ata janë të shumtuara? Ne jemi të bukur. Jo, ne si jemi mirë me humorin. Si jemi shumë të në anë e inteligjencës. Kur ato janë të bukrat, plamet, pastrume që kjo ndodhë i erë muj, ne jemi mirë. Po nga pas e kranit ka të quna që na shohin ne të bukra, kurse ato të zgjuara. Atyre quna dhe unë them, ju quna mos bëni që budaliqet. Atëhere, le të shpërndajmë dhe ne si polen dashurin ton në emër të qathus. Le ta derdhim sot dashurin ton. Qa të shpërndajmë falë të lutem? Dashuri mërë zemra. Shpërndajmë dashuri. Hajde le shpërndajmë dashuri. Hajde shpërndajmë ju vajza. Ti sa mirë të dhoma 302. Shpërndajmë shpet. Gati, Flonza. Bravo vajza. Hajde. Kemi shpërndar dashuri. Aj shumë për ju themën ju. Sa nuk e... Të keme që më bogë ju. Fjeshtë... Ai kajmogu si që ta ke merë me lu, e në ha vetëm ti. Zemër jeni, zemër. Ta hëngë që? Zemër. Ja, zemër. Luq kënë ta hëngë, luq. Ja, nuk po të se e qunë. Jo pra, më falë, zemra mo, zemra. Po pra zemra po, që nuk do mirë me hëngër zemra. Më falë, ti kujto se s'ka... Mëlqi. Nuk thash ta ha gjëndrë. Atëhere, po hoja. Si që ne shpërndajmë dashuri dhe pace e pilaf, ashtu dhe marim nga njerëzit. Marim dhe këte e them me garanci më të madhe, sepse javën e kaluar transmetuam një familje të varfër në qytetin e Durrësit, më saktë në Jub, Katuni i Ri. Në dhe mes të cilëve kishte një familje që vuante nga leuqemia. Shumë qytetarë, biznese u ofruan, sodhen ndihma dhe kontributet e tyre. Një pjesë e madhe, ose më saktë shumica donin që të ngenin anonime për të respektuar privacinë e tyre, nuk po them sot emrat, por nuk mund të rri dot pa përmendur Atlas SHPK e cila ofroi mjell dhe deputetin LSI zotin Rim Spaiu. I falenderoj të gjithë ata që solën ndihma për të ndryshuar sa do pak ditët kësaj familje. Faleminderit shumë. Ndërsa fëmia që është shpur me leuqemi, presidenti i këtij televizioni zoti Francesco Begeti do të ketë një kujdes jashtëzakonisht të madh për kurimin dhe trajtimin e këtij fëmije. Ndiqeni pak të familja.
Pas transmetimit në emisionin që thu në lidhje me varfërinë e familjes Baqa, disa qytetarë dhe disa biznesmen kanë shprehur dëshirën e tyre për t'i ndihmuar këtë familje. Zën, këto janë ushqimet që kanë sjell qytetarët dhe biznesmenët për familjen tuaj. Derit shumë, nuk e di se t'je falenderoj për këtë ndihmën që kanë bërë për fëmijët e mi edhe për çdo gjë, se jam pa për Zotin kam qenë pa bukë. Faleminderit për ushqimin që na keni ndihmuar. Ju falenderoj të gjithë miq të dashur. Faleminderit shqiptar që keni nxjerrë nga vetja pjesën më të mirë të asaj pjesë shqiptarie që funksionojnë. Sepse ndër ne që funksionuam sot ka shqiptar të tjerë. Po ka të shqiptar të tjerë. Ta hanë palcën e kurrizit. Më fal. Ta thithin kështu. Më fal. Kaq pak duhet. Kaq pak për të ndryshuar, për sjellë pak buzëqeshje tek ajo familja. Nëse gjithsesi do të themi përsëri pas pak për folur, jemi në qytetin e Durrësit përsëri. Ka një fenomen. Në Durrës. Jo, ç'ndodh. Të ka ndodhur ndonjëherë të kesh nevojë për certifikat? Po si jo, me qindra mijëra herë. Të ka ndodhur. Se më arrestonte Reneas, kisha certifikat me vetë, më vdiste të ndru. Bravo. Edhe që ta kishe një me vete. Patjetër. Ore të grisur, po ta kisha një. Ta kishe një. Sot nuk e merr dot. Pse? Në qytetin e Durrësit. Po pse? Në një nga ato njësit. Ta them pas pak. Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar Tiranë. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe Qasu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çfarë? Qasu redaksia. Më fal. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në YouTube, në tube tona. Leti bim tube edhe për YouTube. Jeri.